Vendimi I Këshillit të Ministrave numër 291 datë 28/5/2025 autorizon krijimin e një shoqërie të përbashkët shtet-privat për prodhimin dhe tregtimin e uniformave të ushtrisë. Shoqëria do të jetë në ombrellën e kompanisë shtetërore ushtarake Kajo SHA, por kontrollin e vërtet do ta ketë pala private, e cila do të zotrojë 60% të aksioneve dhe shumicën e bordit drejtues. Burime brenda Ministrisë Financave konfirmojnë për pamfleti se pazari është mbyllur që në janar 2025, edhe se pala private është një grup investitorësh që të lidhur më herët me kontratat e dyshimta për uniformat e policisë, gardës, shërbimeve të burgjeve dhe rrjeteve private të sigurisë. Një monopol pa tender me zero përfitim për shtetin. Nëpërmjet këtij vendimi, qeveria shqiptare po I dorëzon privatëve një monopol të mirëfillt financiar. Të gjitha institucionet shtetërore nga forcat e armatosura deri te policitë bashkiake dhe shoqëritë private të sigurisë do të pajisen me uniforma përmes kontratave pagar nga kjo kompani. Ndërkohë shteti megjithse zotron 40% të aksioneve, nuk përfiton asnjë qindark fitim për 15 vitet e para. Për më tepër, sipas vendimit, kompania do të përjashtohet nga çdo taksë tatimore, doganore apo vendore për një periudhë 30 vjeçare. Në thelb kemi të bëjmë me një koncesion të maskuar, ku shteti paguan 60% të kostos për uniformat e ushtrisë dhe 100% të kostove për policinë, gardën, burgjet dhe institucionet e tjera. Logjistik, pasuri publike dhe mbështetje me trupa ushtarak. Ministria e Mbrojtjes do të vërë në dispozicion të kësaj shoqërie 20.000 metra katror prona publike për aktivitetin prodhues dhe administrativ. Në një rast absurd që s'ka precedent në vende demokratike, ruajtja fizike e personelit, objekteve dhe mallrave të kompanisë do të bëhet nga efektiv të ushtrisë shqiptare. Kjo e fundit nuk është hera e parë që ndodh në qeverisinë Rama. Modeli I njëjtë është aplikuar edhe në kompaninë Air Albania, ku shteti zotron 15% përmes Alp Control, por nuk ka të drejtë përfitime, si edhe në projektin e famshëm me kompaninë Mar Alabar në portin e Durrësit, ku shteti ka 33% përmes autoritetit portual, por pa asnjë të ardhur reale në buxhet. Firma urdhra dhe hije pas pazareve. Zyrtarisht, kjo është një nismë për eficiencë dhe standardizim në uniformat ushtarake, por të gjithë e dinë se bëhet fjalë për një projekt të personalizuar me qëllim kontrollin dhe fitimin e paligjshëm. Të gjitha letrat do të firmosen nga drejtuesit e Kajo SHA, por urdhra do të vinë nga Pirovëngu dhe më lart, nga Edi Rama vet. Kjo kompani e re nuk është gjë tjetër veç se forma më e re e vjetër e kapjes së pasurive publike përmes kompanive fiktive dhe ortakrive të njanshme që favorizojnë grupet klienteliste të Ramës dhe kthejnë sektor të shtetit në çifligjet menaxhuara nga privat të përzgjedhur.